fillestari në fillim duhet s'pari t'jep rëndësi të veçantë në lexim të disa librave të lehta apo fletushkave që janë shkruar nga dietarë eminent botëror të Ehli Sunnet dhe Xhamatit. Që ai nis domethënë të ndërtoj dijen e tij dhe fenë e tij në bazë këtyre librave të lehta që janë për fillestar. Domethënë nuk ka dyshim që Sheikh Albani është dietar i mëdhenj, pa të dikur dyshim. Madje edhe pasuesit më të mëdhenj bidatit e pranojnë se Sheikh Albani ka qenë për shembull njëri prej dietarëve më të mëdhenj në shekullin 20 në shkencën e hadithit, edhe si reformatori më i madh i fesë. Nëse hedh shikim librat e dervishëve sufive të ndryshëm në gjuhën arabe sot, i sheh se ata krenohen edhe mendzispresin me gjetë një hadith që kanë bëj me tarikatën e tyre që ka Sheikh Albani e ka cilësuar si të mirë. Dhe pse ai hadith është kundër tyre, po ata deformojnë kuptime dhe mendzispresin me thonë, ka thonë Sheikh Albani se është sahih. Të do me thonë, e bëjmë fraksioni më i devijum i dervishëve. Madje edhe shiat, për kur thirrë njerëzit në rrugën e Allahut xhaleshanu, ato gjëra që kanë mundësi me përmbajtje edhe hak edhe batil, po për shkak se shiat jep një pamje tjetër, mundon me çdo kush me argumentu me hadithin që i ka saktuar Sheikh Albani. Kjo është për dredhis, dyftërsisë tyre, mirë po pranojnë. Kupton? To tek ne, për zilisë të madhe që kanë disa njerëz, x persona dhe x xhamate, nuk dojnë me pranu këto. Unë i kisha pyet së pari këta njerëz, sidomos pasuesit e Ikhwan Muslimin, që krenohen me çdo njeri që ka sadopak një lidhje të ngushtë apo një lidhje të vogël me shqiptarizmin. Mendzispresin ta publikojnë dhe ta bëjnë një pamje, domethënë një fenomen ato. Ka qenë shqiptar, ka dhënë kontribut për Islamin, e marrin shembull sa mi flashën, e marrin ai flashën, i marrin njerëz që kanë qenë devijum, që kanë pas devijime, kanë qenë domethënë sekte ndryshme. Pse se marrin Sheikh Albani? Apo shqiptar shumë kanë simpati të madhe ndaj shqiptarëve. Përveç ata që se dojnë Islamin e mirëfill, kanë urrëti ndaj Sheikh Albani. Edhe ata që e dinë se Sheikh Albani u ka sqaruar devijimet e tyre. Argumentojnë dhe marrin shembull dhe publikojnë biografi të njerëzve të ndryshëm përveç dietarëve eminent të Ehli Sunnetit, përveç Sheikh Albani. A nuk është ky një argument vetvetiu që aludon se ata kanë devijim? Pse Sheikh Albani? Cekin disa dietarë që pajtonë nëse kanë vrejtë se ata kanë anojnë ka rruga atyre, i lealdojnë. Për ndryshëm nëse ka qenë i kundërt, ashpër ndaj tyre se morën kurrë, sepse është shqiptar. Unë e kisha thonë vllai dashur, sipas mendimit tim, edhe siç na kanë këshilluar edhe dietar, që muslimani mas pari duhet pajiset me dije duke lexuar libra të dietarëve eminent, jo të këtij shekulli, po as që këtij shekulli që s'po pranojnë, po Ibn Taymiyes, Ibn Qayyimit, Imam Abdul Wahhab, ashtu me radhë dietar që kanë folur për tauhidin, që kanë folur për akiden, ti mësoj bazat e akides. Në bazë këtyre, atëherë ai të zgjerohet të lexojë libra të tjerë dhe të hulumtojë dhe të pyes vazhdimisht njerëzit se kush janë ata që predikojnë sot bazuar në Kur'an dhe Sunetin e Muhamedit